mesazhet. Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos me hapjen e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, me që dhe parametrat e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbylljen e bashkisë do të bijë dhe institucione të tjera si arsimi, do të popullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, nuk di, do jetë më keq. Ndoshta për ata që e kanë mënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, sidomos të rritë për tjetu këtu. Faleminderit. Unë jam kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderjen e bashkive, për bashkinë e bashkive, ma mirë ata që me Tiranën, sepse nësë të bëjnë pjesë fare në votimet, kjo që këta na bashkojnë me Borrellin. Nuk kemi asë livërdi me Borrellin, Jezus e ka më të mira bashkia e Klosit, edhe gjithë të njerëz që dalin në reformë, i ka pas këtë të ardha këtu në qytet Klosit. Tani, kjo shkurtohet, dihet ajo që atë, kjo leje që bën dy partit bashkë. Unë këtë ata deputetë e PD-s që nuk merr pjesë protestën në Klos për mos u bashkuar me Borrellin. Jemi kundra bashkimit bashkisë Klos me bashkinë e Borrellit. Unë ka qenë 92 që punoj këtu. Jam shumë e kënaqur me gjithë arritjet që ka bashkia e Klosit. Prandaj u bëj thirrje gjithë, bëj thirrje deputetit zonës që t'i prij para komunitetit Klosit edhe të ngrej zërin në parlament për kundërshtimin e këtij vendimi që kanë marrë. Se votat nga ky popull i mori dhe t'u prij para. Përshëndetje, pa diskutim jemi të gjithë në mbështetje të komunitetit klosian. Unë si banore kësaj bashkie, si punojse kësaj administrate, në mënyrë kategorike shpreh qëndrimin tim kundër bashkimit të bashkisë Klos me bashkinë e Borrellit, për të bërë një bashki e madhe si ajo e Matit. Vendimet të tilla në këtë fazë janë vendime të cilat akoma nuk kanë marrë fuqinë ligjore, janë propozime, por në çdo fazë unë personalisht dhe familja ime shprehim qëndrimin kundër këtij bashkimi. Bashkia Klos mendoj që duhet jetë edhe të qëndrojë një bashkim vete, i plotson të gjithë komponentët për të qenë një bashki e tillë. Kështu që mendoj që të gjithë këto punonjës të cilët sot janë këtu dhe që në shenjë solidarizimi kemi mbështetur njëri tjetrin sot për të bojkotuar punën, vazhdojmë të themi që jemi kundra këtij propozimi dhe shkrirjes së bashkisë së Klosit. Faleminderit. Përshëndetje, jemi kundra bashkimit të bashkisë së Klosit me bashkinë e Matit, pasi nuk na lidh as afinimiteti me shërbimin ndaj qytetarëve. Bëjmë thirrje të gjithë instancave shtetërore që ta marrin parasysh protestën tonë në solidariteti për mos bashkimin e bashkisë Klosit me bashkinë e Borrellit. Kundra që të largohet bashkia e Klosit, që të bashkohet me bashkinë e Borrellit, se ne shqyqysh zotit që drejtuam pak të bashkinë e Klosit, mu drejtu mori frym kjo bashki, edhe sot të largohet, për mua është një humbje shumë e madhe për qytetin e bashkisë Klosit. Unë kam mendimin që dikush do të folin atjesi për që të mbahet bashkia e Klosit, gjithsesi ne nuk do të ndalemi nga kjo protestë, do jemi në vazhdim. Do t'i vazhdoni protestën? Patjetër se po. Edhe sot në mbasditë në orën 6 të qytetit Klosit, edhe pse jo, edhe në Tiranë.